Denis Bajri, alias Denis Brajovic, i dosjes Metamorfoza, akuzon kundërshtarin e tij të përbetuar të shumë kërkuarin Ibrahim Lici se urdhëroi sulmin ndaj tij brenda qelisë së burgut të Fierit. Gjatë dëshmisë së dhënë para hetuesve, Bajri, të cilin tentuan ta brisnin me thikë artizanale brenda burgut, ka pretenduar se Jurgen Zotaj e sulmoi me porosi të Licit. Aldo Gjini kërkoi të më takonte. Ai erdhi në qelinë time bashkë me Jurgen Zoton. Ky i fundit më dha një telefon. Në linjë ishte Ibrahim Lici. Ai më tha jeta jote ka që pat. Në atë moment, Zoto tentoi të më sulmonte me thikë, deklaroi ndër të tjera Denis Bajri. Gjatë përleshjes, Bajri dhe Zoto mbetën të plagosur dhe u transportuan për ndihmë mjekësore. Pas ngjarjes, Komisioni i Disiplinës në Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve vendosi të përjashtoj 8 efektiv të policisë dhe t'i referojë në prokurori për shpërdorim detyre. Shërbimi për çështjet e brendshme dhe ankesat në burgje është duke jetuar për të nxjerrë përgjegjësinë e punojësve të policisë, të cilët kanë lejuar lëvizjet e të dënuarve dhe të paraburgosurve nga njëra godi në tjetrën, si dhe faktin se ata kishin telefon, send rreptësisht i ndaluar në qeli. Komisioni i Disiplinës urdhëroi masën e izolimit për 3 muaj për Gjinin dhe Zotaj. Aldo Gjini u transferua në Drenov, ndërsa Zoto në burgun e Burrelit. Denis Bajri, i njohur edhe si Denis Brajovic, u ekstradua nga Dubai drejt Shqipërisë më 23 korrik 2025, pasi ishte arrestuar në Emiratet e Bashkuara Arabe në shkurt të vitit 2024. Ai ishte shpallur në kërkim në kuadër të operacionit Metamorfoza dhe ndaj tij ishte caktuar masa e sigurisë arrest me burg. Sipas policisë së shtetit, SPAK e akuzon Brajovicin në lidhje me vrasjen e Gjon Dojt, i njohur edhe si Gjin Boriçi. Ngjarja e ndodhur më 9 gusht 2020 në Shkodër. Emri i Denis Brajovic shfaqet gjithashtu në komunikimet e aplikacionit të koduar Sky ECC, të administruara në dosjen Metamorfoza. Në materialet e publikuara nga kjo dosje përmenden edhe komunikimet të tij me Ervis Martinajn. Në përgjimet e publikuara në media, përmendet gjithashtu një mesazh që Brajovic dyshohet se i ka dërguar Behar Bajrit pas vrasjes së Gjin Boriçit. Gjok se kry kapetan, mu bloku se ndoshta me agri kryt, se më tha diçka. Brajovic kishte pasur edhe më herët përballje me drejtësinë. Ai ishte arrestuar si pjesë e grupit Bajri në Shkodër, ndërsa rreth vitit 2019, gjykata e shkallës së parë në Tiranë ndryshoi masën e sigurisë ndaj tij, duke e lënë në arrest shtëpie. Ai ka qenë gjithashtu subjekti i operacionit Forca e Ligjit, OFL. Sipas policisë së shtetit, Brajovic ishte hetuar për veprat penale shtrëngim me anë të kanosjes për dhënien e pasurisë, e kryer në bashkëpunim në kuadër të grupit të strukturuar kriminal dhe kryerja e veprave penale nga organizata kriminale apo grupi i strukturuar kriminal. Ndërkohë, Ibrahim Lici akuzohet për vrasjen e Endri Mustafës në maj të vitit 2021. Në 13 shkurt të këtij viti, ai u arrestua në Turqi, por disa javë më vonë ai u la i lirë nga autoritetet turke, si pasojë mungesës së marrëveshjes së ekstradimit drejt vendit tonë. Hamzai, viktima e atentatit të tetorit 2024, foli nga Turqia duke thënë se i vëllai ishte i pafajshëm, por konfliktet mes grupeve vijuan. Akuzat ndaj Ibrahim Licit u ngritën pas dëshmisë së 15 vjeçarit Ergys Malja. Fillimisht Malja ka treguar se ishte ai që kishte nxjerrë nga shtëpia e Endri Mustafën dhe së bashku ishin drejtuar në zonën e quajtur gropat e eskavatorit. Sipas 15 vjeçarit, papritur i ka dalë në rrugë Ibrahim Lici me një motor, i cili e ka qelluar me pistolet Endri Mustafën duke e lënë të vdekur në vend, ndërsa veti mituri Ergys Malja ka treguar se është larguar me vrap duke mundur të shpëtojë. Vetëm një javë pas krimit të rënd, policia arrestoi Ergys Maljajn si bashkëpunëtor në këtë vrasje. Fillimisht Malja u dënua me 24 vite burgim nga gjykata e Shkodrës, por për shkak të moshës së tij, dënimi u reduktua, duke u dënuar përfundimisht me 12 vjet heqje lirie. Lici nga ratia ka mohuar të gjitha akuzat, madje ai ka pretenduar se ditën e ngjarjes ka qenë në Tiranë në shoqërinë e shokëve dhe një vajze. Ibrahim Lici është edhe i dyshuari kryesor i vrasjes së 2 vëllezërve Bilali në Shkodër, Astrid dhe Ibrahim Bilali. Më 30 mars 2019 u ekzekutuan me breshëri Kallashnikovi në portën e shtëpisë. Ngjarja u hetua si përplasje mes bandave rivale në Shkodër. Astrid Bilali, i cili mbeti i vdekur së bashku me të vëllain e tij, është babai i Asmir Bilalit, ish kampionit të boksit, i arrestuar si pjesë e grupit Bajri në Shkodër.